Shkolla, për mendimin tim, ka vite që tregon një rënje të dukshme të cilësisë së saj, ne këtë e shikojmë në produktet e shkollës shqiptare, që në përgjithësi janë të dobta. Do bëhem si ky, e dua makinën kështu, pse shkoj në shkollë kur unë bëj para më shpejt. Rrjetet sociale po na ekspozojnë këto. Në një ekran telefoni, 12 inch, neve mund të shohim çdo gjë dhe kjo ndikon shumë tek të rinj që i shohin si modele suksesi. Nëse reflekton disi, thua, po unë adoleshencë si kam qenë dhe pse ne, gjenerata mbi të 40-at, kemi qenë kaq të paqë dhe nuk e kemi njohur këtë lloj tipari të adoleshencës dhe pse këta thot janë kështu. Përshëndetje miq, jemi në podcastin e radhës, jam në studio me Entelën. Entela sociologe, ju e njihni të gjithë. Entela, faleminderit që erdhe, që gjete kohën. Fakti që unë të kam ftuar sot është se ka pasur një kërkesë shumë të madhe nga prindrit që kanë fëmijët adoleshent. Duan një mendim profesionist nga njerëz të certifikuar, që ta dinë se kush janë adoleshentët sot, pse ka arritur deri këtu adoleshenca, mosha 14 e sipër, dhe të na zbardhësh situatën sociale se si dhe duhet sillemi, ndoshta edhe ndonjë këshill. Po, së pari ju falenderoj për ftesën, së dyti ju falenderoj për vlerësimin që tregoni, edhe së treti ju dëshiroj mi të gjitha sukses në këtë nismë shumë të dobishme, mendoj, për aq kohë sa ajo shkon drejtë në zemrat e dëgjuesve dhe ndjekësve të këtij programi. Lidhur me pyetjen tuaj për shqetësimet e prindërve mbi tiparet e adoleshencës aktuale, mendoj që kjo është një dilemë shumë prindërve që e takojmë thuajse edhe ne që jemi në të përditshmen tonë, në një punë me njerëzit, për njerëzit, ku grup moshat e adoleshentëve nuk janë përjashtuar. Adoleshentët shqiptar sot shfaqen në shumë pika problematik. Kur them problematik, tu e kam fjalën për një numër të madh adoleshentësh, të cilët në këtë periudhë të jetës janë të vrullshëm, nuk janë të disiplinuar, shpeshherë janë tet gjak nxehtë. Ka një revolt të çuditshme ose një zemërim të atill që shpeshherë shpërfaqet në një formë siç nuk e imagjinon, dhe kjo i bën ata edhe objekte të mjaft kronikave të medias shqiptare. Një pjesë e adoleshentëve vuajnë përdorimin e substancave narkotike dhe çfarë është shqetësuese është që është kthyer tani më një normalitet, edhe përdorimi i narkotikëve në radhët e adoleshentëve, jo vetëm të djemve, por edhe të vajzave, dhe shpesh herë ka prindër të cilët nuk e rrëfejnë këtë fakt, sepse i stepen stigmatizimit kur përdoruesja është një vajzë e vogël edhe jo një djalë i vogël. Ka adoleshentë të cilët vuajnë shumë, të themi, bullizmin online. Kanë frikë të hapin një grup, të marrin një numër celulari, sepse ky është dhe mosha kur ata takojnë për herë të parë një telefon dhe i stepen, domethënë bashkë ngjitjes një grupi, sepse aty gjithmonë ndjehen të vënë në lojë. Ka natyrisht adoleshentë të cilët kanë lindur me çrregullime të spektrit autik. Ka adoleshentë që kanë lindur me një aftësi të kufisuar. Po ka natyrisht adoleshentë të talentuar, me prirje të jashtëzakonshme në teknologji, në arte, me një imagjinat për t'u admiruar. Ka adoleshentë që shkëlqejnë në gjuhët e huaja, për ta gjuha e parë e huaj anglishtja, thuajse nuk është më një gjuhë e huaj, është shumë e njohur. Pra, adoleshentët tanë në vija të përgjithshme janë të gjithë këta. Çështja është që a jemi ne si të rritur, të përgatitur sa ç'duhet për të gjithë të gamë, kaq të larmishme, temperamentesh, tiparesh, karakteresh, personalitetesh të adoleshentëve tanë. Edhe këtu besoj unë që lind nevoja për shpjegimet e specialistëve. Po marrim adoleshentët që janë pre e kronikave, ata gjak nxehtit, që edhe janë kthyer tashmë në frikë. Shpesh herë ata gjuajnë me njëri tjetrin, përdorimi i thikave është bërë shumë shqetësues. Janë kthyer oborret e shkollës në
ringje boksi apo rrugicat e pallateve në ambiente sherrësh. E para nga buron. Kjo situatë ku jemi sot nuk është as pak e sigurt, jemi në alarm. Po. Sepse nuk e dim nesër, mund të shohim një të njohurin ton, mund të shohim fëmijën ton që është pre bullizmit e dhunës, ose mund të jetë ai duke ushtruar dhunë. Është të dyja palët janë viktima, mendoj. Po, me të drejtë, kur një i mitur bëhet objekt i kronikave televizive apo mediatike në përgjithësi, sigurisht ajo që të spikat në fillim është, ose mendimi i parë, është pikërisht ky nga i buron gjithë kjo e gërsi. Mëtej, nëse reflekton disi, thua, po unë adoleshencë si kam qenë, dhe pse ne, gjenerata mbi të 40-at, kemi qenë kaq të paqë dhe nuk e kemi njohur këtë lloj tipari të adoleshencës, dhe pse këta sot janë kështu. Po ashtu shqetësohemi sepse kur një i mitur bëhet objekt i kronikës, e kupton fare mirë që impakti është shumë i gjerë se sa thjesht një jetë të mituri. Aty janë familjar, aty janë prindër, aty janë të njohur, aty janë shok, shoqe, shkolla, komunitetet të tjerë. Dhe për këtë mendoj që shqetësimi duhet të jetë i të gjithëve. Dhe nuk duhet të harrojmë në asnjë çast që ne sot flasim vërtet për adoleshentët e sotëm, por jemi duke menduar për të rinjt e nesërm. Pra këta janë sot e nesërmja e shoqërisë tonë. Edhe është e drejtë që të shqetësohemi për çdo tipar të sjelljes së tyre agresive, të padisiplinuar, që nuk respekton asnjë normë të shoqërisë ose që dhe normat ligjore i shkojnë, domethënë ju dalin kundër atyre. Pse ndodh? Mendimi im është që një pjesë e kësaj sjellje buron për shkak të izolimit që jetojnë një pjesë e madhe e adoleshentëve, në kuptimin jo fizik të fjalës, se sa izolim mendor. Komunikojnë më pak, janë më pak të integruar, pyeten më pak nga familjarët, bisedojnë për shqetësimet e tyre gjithmonë më pak me bashkëmoshatarët apo me të rriturit që e kanë përgjegjësi edukimin. Një pjesë mendoj e këtij agresiviteti buron nga bullizmi, që tani më është kthyer një term të i normalizuar në shoqërinë tonë. Po ju duhet ta kuptoni që shoqëria jonë që nuk njihte as termin stres, vetëm të 30 vitet e fundit dhe mësoi, tani duhet të përshtatet edhe të integroj brenda vetes edhe terma që as i ka imagjinuar ndonjëherë, siç ka qenë kjo e dhunës së bashkëmoshatarëve ndaj njëri tjetrit ose bullizmi, njohim ne. Dhe pse mendoj që bullizmi është një shkak? Sepse kemi parë që shpesh herë këta adoleshentë që bëhen protagonistë të ushtrimit të dhunës, jetojnë ose përjetojnë vazhdimisht stigmë nga bashkëmoshatarët, ndjen të vënë në lojë, të përçmuar, të tallur, të lënë me njanë, dhe kjo krijon tek ata një ndjenjë të atill të pakënaqësisë përgjithshme që ndonjëherë ajo nuk di se si të kanalizohet dhe e shpërfaqin në forma të tilla. Një burim tjetër i kësaj dhune mendoj që buron nga mungesa ose cilësia e dobët e edukimit, qoftë në familje, qoftë në shkolla. Kur flasim në familje, familjet tona janë si të themi heroina në përgjithësi familje shqiptare, sepse sakrifica që bën një familje shqiptare është e deri në kufit e vet mohimit, por dhe kjo e bën domethënë tejet të çmuar dhe sublim këtë institucion. Po jo të gjitha familjet e kryejnë detyrën prindërore siç duhet. Ndoshta një pjesë për shkak të angazhimit vazhdueshëm jashtë familjes, nevojës për të mbijetuar, për shkak se emigrojnë një pjesë të madhe të kohës ose janë larg familjes dhe shumë procese, etapa të fëmijëve nuk i jetojnë aty, domethënë. Po natyrisht edhe për shkak se vetë familjet nuk dinë ndonjëherë si t'i edukojnë, i justifikojnë më shpejt se sa t'i edukojnë, përpiqen të gjejnë një argument kryesisht në justifikim ose në mbështetje të fëmijës se sa të kritikojnë apo të rregullojnë sjelljen. Dhe mendoj që një arsye tjetër që çon në këtë cilësi të dobët të edukimit ka të bëjë me rënien e autoritetit prindëror në përgjithësi. Ne aktualisht jetojmë një realitet ku shumë familje në vend që të tregojnë autoritetin prindëror mbi fëmijën, e çojnë atë autoritet, të themi përfund, sepse i stepen
reagimit të fëmijës, i trëmben, edhe nuk din si të reagojnë ato situata dhe ndaj e ulin këtë nivel. Edhe nuk dua të lëmënjan natyrisht shkollën. Shkolla, për mendimin tim, ka vite që tregon një rënje të dukshme të cilësisë së saj, ne këtë e shikojmë në produktet e shkollës shqiptare, që në përgjithësi janë të dobta, ai apo ajo vajzë apo djalë që shkollohet në shkollat shqiptare dhe që në jetë bën, si të themi, një rrugë të gjatë profesionale, kryesisht këtë e ka fal punës vetjake, investimit personal, këmbguljes edhe cilësive që kanë të bëjnë kryesisht me temperamentin personal ose personalitetin, sesa me produktin që nxjerr shkolla shqiptare. Kjo për mendimin tim ka të bëjë kryesisht me faktin se lëndët që lidhen tërësisht me edukimin civil lihen më njanë. Nuk zhvillohen, përçmohen, quhen si të panevojshme dhe kur vetë arsimtari e konsideron si të tillë, afër mendsh që produkti dihet se si del. Të ndalemi tani tek rrjetet sociale. Shohim ekspozime, modele, unë mendoj personalisht që nuk janë modelet e duhura për të edukuar. Nëse një djalë, një artist, del me një makinë të shtrenjtë dhe këndon në fjalët, në tekstin e këngës së tij ka dhunë, ka thika, ka sherrë, normalisht edhe ai që e dëgjon, e gjen veten, i pëlqen, do bëhem si ky, e dua makinën kështu, pse shkoj në shkollë kur unë bëj para më shpejt, pa studiuar. Domethënë, rrjetet sociale po na ekspozojnë këto. Në një ekran telefoni, 12 inch, neve mund të shohim çdo gjë dhe kjo ndikon shumë tek të rinj që i shohin si modele suksesi. Po, është, si të themi, gjigantët teknologjik janë të pamëshirshëm në kuptimin që depërtojnë kudo, edhe nuk kemi si të shpëtojmë. Dhe është e vështirë, domethënë, që ti të konkurosh në termat e edukimit me këto platforma kaq të fuqishme. Për mendimin tim, problemi lind tek mënyra se si i përdorim ne platformat sociale, dhe kur nuk kemi kurfar filtri, nuk kemi kurfar kufizimi. Për shembull, tani prej disa ditësh në kontinentin e largët australian, ka hyrë në fuqi masa kufizuese ndaj platformave, të gjithave platformave besoj të metas, që janë që nuk lejojnë, domethënë, qasjen e 16 vjeç e poshtë. Dhe kjo ka qenë rezultat një platforme kombëtare, pyetësorësh kombëtar, sondazhi kombëtar me prindër, të cilët ishin tërësisht dakord dhe si të themi, miratuan ose ja pëlqyen platformës qeverisëse këtë propozim. Thuhet se qeveria e Antonio Albaneses në Australi e ka patur një nga pikat e saj më të forta të programit elektoral, pikërisht këtë fakt. Po e marr këtë model për të treguar që kur shtete të mëdha, popullata të mëdha, shumë të avancuara në terma të nivelit të mirëqenies, dhe ka shumë teori që thonë, ku ka një shkollë të zhvilluar, një arsim të zhvilluar, ka një shtet të mirëqen. Dhe kanë marrë masa të këtilla. Është e mira që dhe ne ti shikojmë këto masa, sepse jemi një popullat shumë e vogël dhe kjo nga njëra anë është e mira jon, por nga ana tjetër është edhe dëmi ynë. Sepse duket sikur masa të këtilla nuk kanë ndonjë farë impakti në një popullat kaq të vogël dhe nuk kam se të merrem për një popullat kaq të vogël. Çështja është që ne i kemi parë që adoleshentët tanë i përqafojnë me shpejtësi këto modele. Për ta modele, po për ne të rriturit, për shembull, që kemi të tjerë filtra dhe procese tjera kognitive, procese tjera analitike, ato nuk janë modele, përkundrazi janë çfarë nuk duhet të bësh. Pra, nëse në platformat virtuale një djalë apo një vajzë i këndon një teksti që ka përmbajtje dhune, droge, përmbajtje pornografie ose materiale tërësisht jashtë, si të themi, kufive normal për moshat vogla, por edhe për moshat rritura, ne duhet të kuptojmë që ato duhen mbajtur, domethënë, larg. Apo nëse në platformat virtuale shikojmë që të miturit tanë kalojnë shumë orë, edhe unë vetë kam pyetur se sa orë qëndrojnë. Dhe më kanë thënë, për shembull, 4 orë, 5 orë, 7 orë, kur janë në ditë pushimit tërë ditën më kanë thënë. Edhe natën mundësisht.
Aq më tepër dhe natën, kështu që të gjitha këto janë platforma që ndikojnë në psikon e tyre dhe i bëjnë vërtet, domethënë, t'u largohen të gjitha rrugëve të tjera që kërkojnë shumë mund, shumë sakrificë, kërkojnë këmbgulje dhe i kërkojnë edhe, si të themi, një kohë më të gjatë për të mbërritur diku. Kjo është arsyeja sepse ata i parapëlqejnë këto modele të platformave virtuale sepse propozojnë një sukses të shpejt, propozojnë një pasurim pa kur far lodhje dhe pa kur far mundi dhe një legjitimim të rrugëve antiligjore, kur ndërkohë e gjithë shoqëria i ndërnon ato edhe lufton, domethënë që të miturit të mos shkojnë në ato rrugë. Prandaj edhe ndikimi i platformave sociale, dua të them, është i këtillë. Të kthehemi pak pas në kohë, Entela, kur neve nuk kemi shumë diferencë moshe. Domethënë, unë jam 36, po e them. Kur neve ishim adoleshent, çfarë mban mend ti nga adoleshenca jote, ose edhe nga grupi jot i shoqërisë? Unë të falenderoj që e bëre këtë pyetje. Nuk do të kisha shumë përgjigje, po të më çoje më poshtë në kohë, më pas, në fëmijëri, por në adoleshencë kam kujtime shumë të bukura. Unë jam nga qyteti Fierit, kam qenë nxënëse e gjimnazit Perikli Ekonomi dhe në klasën time jemi diplomuar nga 30 nxënës, kemi shkuar drejt universiteteve 24, ndër klasat shumë të mira edhe në dijenin time, një pjesë e madhe, domethënë, e asaj adoleshence sot është në drejt moshës mesme, ka bërë shumë rrugë edhe mendoj që ja ka vlejtur, domethënë, gjithë ajo punë që është bërë, e që ato ëndra nuk kanë shkuar dëm, po janë kurorzuar diku. Sa mirë ju keni pasur ëndra dhe qëllime. Ndërsa sot unë shoh të rinj, fëmijë, i quaj fëmijë, se janë nga 15 vjeç, që kur e pyet për shembull çfarë do ti të bësh kur të rritesh, çfarë profesioni ke dëshirë? Ku di unë, thonë, domethënë pa qëllime, pa ëndra. Kush po i vret ëndrat e adoleshentëve? Ndoshta jemi ne fajtorët, ne të rriturit, nuk dim neve ti mendoj që po, nga një anë duhet të kuptojmë që jemi duke folur për një gjenerat që ka një tjetër software të menduarit. Edhe jo gjithmonë mund të gjejmë terma krahasues, por në vija të përgjithshme ka një emërues që i bashkon të gjithë brezat dhe që ky emërues, mendoj unë, ka të bëjë pikërisht me të ardhmen. Pra, si e shikon se cili veten të pozicionuar. Adoleshentët që në fillimet e viteve 90 jetonin një realitet tejet të vrullshëm, fillimet e demokracisë shqiptare, ndryshimi i regjimit, ëndrat për të qenë një si e gjithë Evropa, siç edhe është slogani. Adoleshentët e sotëm nuk i kanë atë realitet. Mjedisi tyre shpeshherë është i mbrojtur me mjaft pesimizëm, është i mbrojtur me mjaft ndonjëherë lehtësira që vetë prindërit e tyre në të njëjtën moshë nuk i kanë patur. Edhe këtu ndoshta dalim tek ajo që ju thoni faj në thonjsa. Shpeshherë të rriturit, prindrit, kryesisht sot fëmijëve u bëjnë gjithçka më të thjeshtë, në atë mënyrë që ata të mos vuajnë në thonjza çfarë mungesash prindi ka patur. Po kjo po i bën këta adoleshent pasiv, as pak të themi ambicioz, dhe të kuptojnë se jeta ka vetëm këto dhe se vështirësitë në jetë nuk i përkasin dhe duhet të qëndrojnë larg. Ndërkohë që në fillimet e viteve 90 apo deri në vitet 2000, adoleshentët shqiptar jetonin, si të themi, bashkë me zhvillimet e vendit. Ndërsa sot adoleshentët janë tejet vetjak, për ta epiqendra është vetëm ata janë epiqendra. Dhe gjithë mjedisi përreth është në shërbim të tyre. Ndërkohë që një gjenerat, 2 gjenerata më parë, gjithë mjedisi ishte një, dhe ishin adoleshentët që jepnin dhe mjedisi që i jepte. Dhe kjo mendoj unë që ka të bëjë, domethënë, me mënyrën se si ata sot reagojnë, sepse nuk duhet të harrojmë një ndër teoritë është që mjedisi bën njeriu.
Edhe nëse ata sot janë pasiv, është sepse mjedisi ynë aktual është i këtill. Pra ofron lehtësira, më pak analizë, më pak kritik dhe të rinj ose minoren që janë gjithmonë më egoist. Tani do të bëj ministre. Entela, nëse ti do ishe ministre e arsimit, kulturës e sportit, çfarë do ndryshoje? Çfarë do bëje në të mirë të rinjve? Sporte, nuk e di, si do t'i angazhoje që ata t'i hiqje nga rruga? Të falenderoj që ke menduar këtë pyetje, sepse një ndër pyetjet që më bëhet zakonisht është pse nuk e bër deputete. Kur dëgjojnë, domethënë që gjithmonë kam një fjalë për të thënë për diçka që nuk shkon. Nëse do të kisha qenë ministre, mendoj në rast të parë do duhet të punoja, do të zbrisja në mosha, dhe do të kisha filluar një reformë dhe do të punoja jashtëzakonisht shumë, kryesisht me moshat e parashkollorit, do të rregullonim programet, do të rregullonim arsimtarët, do të investoheshim më shumë në burimet njerëzore, do të ofronim më shumë mjedise të mira dhe këtë punë do ta bëja edhe pasi ta kisha përfunduar mirë këtë gjë, do të kisha shkuar në nivelin tjetër të cikli ulët. Të njëjtën gjë, më shumë arsimtar të trajnuar, të investuar, më shumë para për përmirësimin e kushteve, më shumë cilësi kryesisht në kurrikula dhe pasi ta rregullonim dhe këtë segment do të ngjitesha në segmentet e tjerë. Mendoj që në qoftë se nuk fillojmë që në moshat e vogla, ne do ta kemi gjithmonë të vështirë të kemi rezultate të tjera nga shkolla, nga ato që kemi sot. Sepse për mua ndryshimi fillon që në vegjëlinë e parë, dhe sa më shpejt të ndërhysh në moshë, më shumë mundësi ke të ndikosh. Ndaj edhe këtë gjë do ta kisha ofruar në të gjithë sektorët që ju përmendët, kulturë dhe sporte. Më shumë investime në kulturë, fëmijë të angazhuar në më shumë programe dhe më shumë programe kulturore dhe sportive. Mendoj që kjo mund të ishte, si të themi, rruga e vetme. Është e vërtet që arsimi në dallim nga sektorët e tjerë të jep rezultatet më vonë. Pra ti duhet të presësh, si të themi, një mbyllje cikli të plot, fjala vjen 12 vjet, pa të marrësh, domethënë vërtet rezultate dhe shpesh herë qeverisësit tanë nuk kanë patur kohë për këtë, sepse ju kanë dashur rezultate të shpejta kryesisht për natyrë elektorale. Por në qoftë se do të mendonim ndonjëherë për të ardhmen e shoqërisë, mendoj që duhet të fillojmë të ndërhyjmë shumë herët në moshë. Jemi vonë? Vonë, ka gjenerata që ju ka ikur ai tren, por ka të tjerë që janë fëmijë dhe që janë drejt për drejt përgjegjësia jonë. Kështu që nuk jemi vonë për këta që kemi aktualisht të mitur, edhe që meritojnë, domethënë, më shumë programe, më shumë aktivitete veçanërisht, për shembull një element që është i domosdoshëm ka të bëjë me ofrimin e ushqimit e një vakti ushqimor në shkolla, sepse ka shumë fëmijë të familjeve tona që janë vuajnë prej keq ushqyerjes, që nuk arrin të, domethënë, familjet të sigurojnë ushqimin e kontrolluar dhe ashtu siç duhet. Dhe mendoj se ky do të ishte një hap që ka nevojë të hyjë në të gjitha shkollat. Edhe do e lidhte më shumë fëmijën me shkollën. Programet e këtilla patjetër kanë të mira në shumë drejtime, jo vetëm në aspektin ushqimor, por dhe atë socializues, edhe mbi të gjitha ndjejnë një dorë për kujdesje, pra nuk ndjehen, si të themi, si të pa kujdesur, edhe kjo është shumë e domosdoshme për mendimin tim. Ti punon me studentët, me të rinjt. Je në kontakt vazhdueshëm me ta. Çfarë shikon tek të rinjt e sotëm? Përveç faktit që shumica po na ikën, ose ikën për të bërë shkollën, ose ikën pasi përfundon arsimin këtu. Si e shikon largimin e të rinjve dhe nga këta që kemi këtu, çfarë shikon ndryshe? Unë prej vitit 2006 jap mësim në universitet dhe në këto 18 vjet nuk jam shkëputur asnjëherë nga ky sektor. Mendoj që ky fakt tregon për mënyrën se si unë ata i shoh. Pra, e ndjej veten shumë të lidhur me ta. Sigurisht edhe në këtë rrugë të gjatë, kaq vjeçare, kam patur disa momente më të mira, disa më pak të mira,
kryesisht në termat të angazhimit tim, po jo të feedbackut të tyre, por megjithatë dua të them që ne kemi vajza dhe djem shumë të mirë, me një, si të themi, pasion, me një dashuri për njëri tjetrin, pra kemi të mirë të rinj të mrekullueshëm. Ikin, patjetër, sepse çdo kush në jetë kërkon rrugën e vet, dhe kur ata largohen sepse këtu nuk gjejnë ato që kërkojnë. Pra nga njëra anë, sado legjitim të jetë, si të themi, sado legjitime të jetë dëshira jonë që ata të rrinë, është po aq legjitime dhe dëshira e tyre për një jetë më të mirë. Prandaj edhe shikoj natyrisht këtë rrugë të tyre, nga njëra anë shikoj me admirim sepse integrohen më shpejt, bëhen pjesë e shoqërive ku shkojnë me një lehtësi shumë të madhe se që kemi patur ne në fillimet e 90-s. Po nga ana tjetër shikoj, domethënë gjithmonë e më pak të rinj në rrugë, gjithmonë e më pak të rinj në sektor të ndryshëm, gjithmonë e më pak të rinj që ofrojnë shërbime. Edhe kjo sigurisht nuk të pëlqen, edhe doja domethënë që Shqipëria të ishte një vend gjithmonë mikpritës dhe gjithmonë, si të themi, i mirë për të gjithë, për të jetuar këtu, dhe sigurisht doja që këta të rinjet e reja të jepnin vendit nga pasioni, ambicia e tyre, dhe të gjithë së bashku, domethënë, të bënim një Shqipëri shumë më të mirë se kjo që kemi. Edhe unë di që jeta jote është e lidhur edhe me Rumaninë, apo jo? Patjetër. E çfarë shikon ti në atë shoqëri që ngjan me ne, në cilat pika ngjan ajo shoqëri me ne dhe në cilat pika largohet më shumë? Edhe për këtë pyetje jam shumë falënderuese. Po, Rumania është një pjesë e rëndësishme ime, sepse unë jam formuar atje, dhe studimet e mia të larta janë aty. Aktiviteti që unë kryej i dedikohet një pjesë të madhe formimit që kam marrë në Universitetin e Bukureshtit, ku kam qenë, edhe të përbashkëta tona janë të shumta, historia jonë është e përbashkët. Fillimet e shtetit shqiptar lidhen me Rumaninë, kuptimin e mbështetjes që shteti rumun i dha të shtetit të sapo shpallur shqiptar. Kolonia shqiptare e Bukureshtit është shquar për mbështetjen e madhe që ka dhënë veçanërisht aktit të shpalljes pavarësisë, por edhe në vazhdim. Çfarë ne kemi sot, himni kombëtar yni është një kompozitor i rumun, dhe vargjet e Azdrenit po ashtu janë vargje të shkruara në një periudhë, domethënë që dhe Azdreni e ka bashkëndar në Rumani. Çfarë shikoj të përbashkët është pikërisht kultura, si të themi, historia më së shumti, dhe çfarë shikoj të veçantë është të themi shpejtësia me cilën ata kanë ecur. Mos harrojmë, Rumania është një vend i lindjes komuniste, një lloj si ne, e dal nga diktatura, një lloj si ne. Patjetër që diktatura jonë ka qenë shumë e egër se sa atje. Ne kemi fatin e madh që jemi të bekuar në këtë rajon të Mesdheut, si të themi, të rrethuar nga Italia, Greqia, edhe vendet e tjera shqipfolse, por kurse Rumania nuk e ka këtë bekim në kuptimin e fqinjve, sepse ndodhet në një tjetër zonë të kontinentit, dhe kjo patjetër që i ka dhënë një tjetër tipar emigrimit ose zhvillimit, por i admiroj natyrisht për përkushtimin që treguan, dhe sot ata kanë më shumë se 18 vjet që janë pjesë e familjes madhe evropiane, aty ku ne synojmë ende të shkojmë, dhe ku jemi, si të themi, në një paradhom, dhe besoj se kjo flet shumë për mënyrën se si kemi vepruar ne dhe si kanë vepruar populli mik rumun. E me që u bashkuam në këtë bisedë për adoleshentët, më thuaj një mesazh për prindrit që kanë fëmijët e tyre adoleshentë. Mesazhi im për prindrit do të ishte të jenë vigjilent, mos u ndajnë syt, të jenë aty 100% në mos të kohës edhe mundësisë fizike, por me këshilla, me vëmendje, me shumë punë me fëmijët, sepse është një fazë e jetës te delikate, ku fëmijët ndodhen si nën fluksin e ndryshimit hormonal, ashtu edhe nën fluksin e ndikimit të mjedisit. Edhe në këto të gjendur, në këtë vorbull, jo të gjithë kanë një adoleshencë të paqë, të qetë,
edhe një rrugë, si të themi, përpara drejt rinisë. Entela, të falenderoj. Faleminderit ju.